هي جنة وطاب نعيمها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na begatoi me fe të vetme të pranuar tek Ai. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili mor përsipër që të mbron, që të ruan librin e Tij dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E sot me emrin Allahut Azza wa Jall do të jetojmë disa çaste me prisin e muslimanëve në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Imam Bukhariun dhe Sahihun e tij. Duke lutur Allahun Azza wa Jall që Allahu të gjithë ata të cilët dhanë përpjekje për mbrojtjen e hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu t'i ketë begatu me xhennet. Pra vëllezër të ndershëm, prej nga t'ja fillojmë dhe çka të flasmi për këtë imam që shokët e tij dhe dietarët e hadithit pejgamberit Allahut në kohën e tij thoshin çdo hadith që nuk e din Imam Bukhariu nuk është hadith. Apo siç dëshmoi dhe Imam Muslimi dhe tha, më lejot që të i puthi kam o mësuesi i mësuesve, o mjeku i hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra Imam Bukhariu, edhe pse familja e tij thuajse frik pat kalu në Islam, me prejar dhe jo arab, mirë po Allahu Azza wa Jall nuk bani dallim mes arabit dhe arabit. Për këtë arsye ki imam u bon imam i dunjas në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku dietarët e asaj kohe thoshin sikur që të kish qenë e mundur që të shtojmë jetën e Imam Bukhariut, duke adhuru vitet e jetës tonë do ta kishmi bon. Pra Imam Bukhariu lindi në qytetin Bukhara, që sot gjendet në pjesën perëndimore të Uzbekistanit, i quajtur Muhammed. Baba i tij ishte nga dietarët e atij zamani që u quajt Ismail. Pra Muhammed i biri Ismailit, ndërsa Ismaili ishte gjali Ibrahimit e Ibrahimi gjali Mughirës. Pra Islami i familjarëve të tyre ishte i katri brez, nga se Mughira ishte i pari që pat pranu Islamin në dorën e prisit të ati vendit të quajtur Bukhara me emrin Gjafi. Për këtë arsye dhe e thirrshin Mughira el Gjafi, për shkak se në atë zaman
Ai që e pranon të islamin dorën e dikujt, u konsideron të u thirë të nemën të ati. Mughira ishte biri i Ahnefit sipas Ibn Khalkanit. Pra kur e lexojmë zinxhirin e prejardhjes së Imam Bukhariut, në zinxhirin figuron pra Mughira ibn Berdizbeh. E Ibn Khalkani thot fjala Berdizbeh nuk është emër, por është epitet i babës së tij, i cili ka qenë zjarrt puc dhe bujk. Fjala Berdizbeh në gjuhën persishte do të thot bujk. Ibn Khalkani anon tek mendimi dhe thot se baba i Mughirës e ka pas emrin Ahnef, i cili ka vdek si zjarr puc. Gjali i tij Mughira është i pari që e ka pranu islamin, kur islami depërtoi dhe u zgjerua në këto troje dhe në këto vende, në dorën e Kutejbe ibn Muslim. Pra islami më vitin 86 të Hijretit depërtoi në tokat e Khorasanit. Tokat e Khorasanit janë vendet që sot gjendet Irani dhe Afganistani, dhe Uzbekistani, Taxhikistani. Pra këto janë tokat e Khorasanit që thot Imam Ahmed ibn Hanbeli, toka dhe vendi Khorasanit nuk kanë nxjerr dietar më të famshëm, më të ditur se Imam Bukhariu. Pra thirret Imam Bukhariu nga se ka qenë i lindur pra në qytetin Bukhara. Emri i tij Muhammed, ndërsa u thirrte Ebu Abdullah. Edhe pse nëse shfletojmë historinë mbi jetën apo familjen e Imam Bukhariut, pak të dhona kena, derisa kanë anu disa dietarë dhe kanë thonë se Imam Bukhariu nuk është martu në jetën e tij, ndërsa disa të tjerë mendojnë se është martu, dhe kjo është, mendojmë se mendimi më i saktë që ka qenë i martuar. Mirë, po parashtrohet pyetje, a ka pas fëmijë? Sa fëmijë Imam Bukhariu i ka pas? Si i kanë pas emrat? Kjo nuk transmetohet përpos një transmetimit që transmeton Imam Dhahabiu, i cili na tregon një ngjarje dhe thot djali i tij Ahmedi ja dërgoi një pasuri apo një mall babës së tij Imam Bukhariut, dhe erdhën tregtarët e atij vendi që të blejnë këtë mall që ja dërgoi djali vet Ahmed, dhe i dhanë me 5.000 dirhem me ble. Tha shkoni sonte në shtëpi dhe nesër inshallah e bojmë pazarllëkin. Të nesërmen në mëngjes erdhën qerë tregtar dhe i dhanë 10.000 dirhem. Imam Bukhariu tha jo, nga se mbrëmje vendosa që ta shes me 5.000 dirhem tregtarëve që kanë gjë. S'kam dëshirë që ta prishi një jetë. Nga ki transmetim, kanë thonë se Imam Bukhariu ka qenë i martum, dhe atë sa dim për martesën e tij apo për fëmijët e tij, dim se ka pas një gjallë me emrin Ahmed. Pra Muhammed ibn Ismail ka lind në Bukhara në muajin Sheval, me 11 apo 13 Sheval të vitit 194 të Hijretit. Si fëmijë është rrit me një familje të devotshme, nga se baba i tij gjithashtu ka qenë hoxh, edhe pse ka vdek pasi që ka lind Imam Bukhariu. Pra Ismaili, i biri Ibrahimit, ka qenë dietar, dhe dietarët e hadithit kur flasin për babën e Imam Bukhariut e emërtojnë që ka qenë nga thiqat, do thot nga të pranueshmit. E kanë thirr Ebul Hasan dhe ka lënë pasuri pas atij, që thot Imam Bukhariu, të gjithë pasurin që ma ka lënë baba im
e kam shpërnda, e kam shfrytzu në kërkim të dituris, dhe ajo që dërgohet tek Allahu është ma e mirë, ma e dobishme se që ajo që jetë pas teje. Pra Imam Bukhariu na tregon gjithashtu vetë dhe thot, ma është dashuru hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam qish në fëmijëri. Pra baba i tij vdiq duke qenë Imam Bukharia i vogël. E pat dhe një vëlla me emrin Ahmed, ka çdim për familjen e tij. Si e është emërtu nana e tij, nuk kemi asnjë transmetim, nuk tregon për nanën e Imam Bukhariut, vetëm na tregon se nana e Imam Bukhariut ka qenë gru e devotshme bujare. Dhe thuhet se Imam Bukhariu pas lindjes së tij është e verbëru, është qerru. Dhe nana e tij atë shumë ju ka lutë Allahut Azza wa Jall që ta shëron Imam Bukhariun, derisa një natë prej natëve e ka pa në ëndër Ibrahimin alayhis salam, nana Imam Bukhariut, dhe ka përgëzu Ibrahimi dhe i ka thonë se Allahu ja ka rikthi shiqimin gjalit tanë. Dhe kur zgju në mëngjes, vërtet e ka pa se Imam Bukhariu ka fillu me pa. Imam Bukhariu, qesh një fëmijëri, ju dashuru hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Para të pyetën dhe i thanë, prej kur ke fillu të mësojsh hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Thosht prej kur kam qenë i vogël, kur shkoshmi me mësu leximin shkronjat e Kurani Kerimit. Prej asaj kohe më dashuru hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Zgjotësia Imam Bukhariut ka qenë e papar, a ka qenë e çuditshme tek në zamani tyre, mos e flasmi për zamanin ton. Para transmeton Selim ibn Mujahid, i cili thot, shkova dhe hina tek Muhammed ibn Selam el Bejkendi dhe i dha selam, dhe më tha si kur të kishe ardhë pak më herët, do ta kishe taku një fëmijë i ri me mosh, që i din 70.000 hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me zinxhir. Transmeton Selim ibn Mujahid, i cili thot, tha i thash kur dol prej gati, tha pak para, tha dola dhe tha e kapa në rrugë dhe nala. E pyeta si e ke emrin, tha Muhammed ibn Ismail. Tha vërtet je ti që i din 70.000 hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra qisht motën 9 vjeçare apo 10. 70.000 hadithet pejgamberit Allahut. Tha më përgjigj, tha po. I di të gjithë me zinxhira dhe nuk transmetoj një hadith nga një sahabi, vetëm se di për atë sahabiun, ku ka lind, kur ka vdek, ku ka jetu. Dhe nuk ka mësu një hadith të pejgamberit Allahut që ka një kuptim, vetëm se kam dhe qërë argumente që e përforcojnë nga Kurani Kerimi. Pra Imam Bukhariu, hafiz i Kuranit, hafiz i haditheve të pejgamberit Allahut, nga se në transmetohet gjithashtu nga Hashid ibn Ismaili, i cili thot, në moshën 16 vjet, tha shkojshmi me Imam Bukhariun në për hoxhallar për të kërku hadithet pejgamberit Allahut. 16 ditë radhazim, të gjithë me vete mishmi shkrime, vetëm Imam Bukhariu nuk shkrunte. Tha u banën 16 ditë. Mas 16 ditëve, Hashid ibn Ismail tha, pithem, qka po vjen ti për deri se nuk shkruan? Përse po prezenton vazhdimisht a nuk po shkruan? Tha kështu e kam princip. Tha mas 16 ditëve kur na insistuam që të dim, cili a sekret, që aq i kujdesshëm për dituri, atë shumë e don të hadithin e pejgamberit Allahut, ama nuk shkruant. Atëherë tha, na u drejtu dhe na tha, i qelni ju fletorët që keni shkrujt hadithet pejgamberit Allahut, dhe numëroni sa i keni shkruajt deri tash. Tha i numëruan na dolën 15.000, tha ulnu. Tha hadithi parë, transmeton filoni nga filoni, nga filoni, nga filoni, nga ki sahabi, nga pejgamberi Allahut.
Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithi parë, hadithi ditë, 15.000 hadithe përmendsh. Për këtë arsye kur udhëtonte në vende të tjera, në Bagdad, në Sham, në Egjipt, në vende të tjera, të gjithë shënonin. Përpos Imam Bukhariut nuk shënonte. Dhe kur pyetshin talebat pse s'po shënon, thoshin shkon kin Bukhara dhe i shënon gjithë që cilët i ka regjistru dhe i kanë dëgju. Para atë nuk ka pas sin i dietarëve me dituri, sikur se Imam Bukhariu, i cili u patrit tha me një familje të devotshme. Kur baba i tij kur bo me vdek, tha as një derhem nuk e kam lënë pas meje, që e kam fitu prej haramit apo tjeti dishimt. Para ta këtu ka thonë sekret. Sekreti pse Imam Bukhariu aq i zgjut dhe aq i zelsh, pse u bo imam i hadithit pejgamberit Allahut, nga se u rrit me një familje që ushqej me halal, jo vetëm me halal. Tha po nuk kam lënë derhem pas meje të dishimt, që dikush të dhonë halal e dikush haram, e unë të kem përfitu prej asaj. Parat Imam Ibn Kathiri thonte, kur e përshkun të Imam Bukhariu thonte, imamu ehlil hadithi fi zamani, imami i pasuesve të hadithit apo barsve të hadithit pejgamberit Allahut në zamanin e tij, pra në kohën e tij. Abdullah ed-Darimiu thonte, i kam pa dietar e di haremëve, i kam pa dhe dietar irakian, mirë po nuk kam pa dietar dhe nuk kam taku sikur Muhammed ibn Ismail al-Bukhariu. Pra atë në moshën 10 vjeçare. Na tregon Imam Bukhariu dhe thot, kur shkova te Hoxhi Dakhiliu dhe filloi të transmeton hadith, dhe po thot shënonin, transmeton Sufjani nga Ebu Zubeiri nga Ibrahimi. Dërhin Imam Bukhariu dhe thot, Ebu Zubeiri nga Ibrahimi kur s'ka transmetu. Tha hesht of mi, tha ndëgjoni, shënoni. I tha me Ebu Zubeiri nuk transmeton nga Ibrahimi. Shko këshire në shpi, originalin mendoj se je gabim. Tha shkoj mrena, e shiqoj dhe dol dhe tha, hajda të regon ti pra, cili Zubeir transmeton për Ibrahimit? Tha ki Zubeir ibn Adiu, e nuk ashtë Ebu Zubeiri, po Zubeir ibn Adiu. Ta ber me kalemin, bre lapsin dhe i përmisonte. E pytën Imam Bukhariun dhe i thanë, sa vjeti ki pas në këtë kohë kër e ke përmisu o gjëntan? Tha 10 vjetë. Në moshën 18 vjetë, 16 vjetë, Imam Bukhariu ka shkujt libra. Pas ti kalon 20 libra të mëdhaja. Ne do të flasmi për njënën prej atynve. Pra Imam Bukhariu në fund të jetës e ti gjithashtu të regoj dhe tha, kam transmitu prej 1080 transmituesve, 1080 hoxhallar Imam Bukhariu i ka pas. Thot nuk kam transmitu as një hadith të pejgamberit Allahu dhe vetëm nga i hoxh që ka thonë, imani është fjalë dhe vepër, shtohet dhe pakohet. Pra Imam Bukhariu nuk ka transmitu hadith të pejgamberit Allahu që i thot nga një hoxh që është murxhi, po vetëm nga hoxhat të cilët janë ehli sunne dhe xhema. Ehli sunne dhe xhema sa hoxhallar në këtë transmetim thot 1080 hoxhallar. Kja është Imam Bukhariu i cili me nanën e tij shkoi në Mekë për të kri haxhin bashkë me vëllai e vet, qëndroi atje për të kërku hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj shkoi në Medinë për të kërku hadithin e pejgamberit Allahut. E nana e tij u kthi me Ahmedin, pra u kthi me vëllaun e tij në Bukhara. Qëndroi Imam Bukhariu disa vite në Medinë, ku filloi dhe shënimin e disa librave, po dhe bash në Baçën e Xhennetit, në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, filloi Imam Bukhariu të regjistron dhe të shënon librën e tij që do të bëhet pas një zamanit libra më e famshme, më e njohur, libra më e sakt pas librit të Allahut, Sahih Bukhari.
e fillojnë nga qyteti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku i zgjati 16 vite dhe thot, i kam zgjedh këto hadith të sahihun tim nga 600.000 hadith. Nga 600.000 hadith i kam zgjedh mbi 2.000 hadithe, dhe thot i kam shkurtu nga se të ngjajshëm me to kam pas ala. Imam Bukhariu, që i cili kur shkon në Samarkand e mirëpresin Imam Bukhariun, që një ri ende mjekra si pa dal, moshën 18 vjet, mledhen 400 dietar të hadithit për të bon provim Imam Bukhariun, dhe ja selin 100 hadith, apo disa transmetime më shumë se 100 hadith, dhe dietar të hadithit i paraqesin 10 komisioni 10 haxhallar, si cili ka 10 hadith. Me transmetim thuhet, kjo provë ka qenë në Bagdad. Pra dietar të hadithit janë ul fukahat, janë mbledh, po ven Imam Bukhariu. Për shkak se Imam Bukhariu kur ecte në Bagdad, dilshin kërkuesit e hadithit pejgamberit Allahut. Dhe kisi fëmijë ecte, e mirshin e kapshin e ulshin rrugë, në trotuar, dhe ulshin për athatim mbi 2.000 talebe, shënojshin hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dietarët dhe hoxhallarët e hadithit i përmisojshin librat e tyre nga hifsi, nga memoria Imam Bukhariut. Për ata kur shkojnë në Bagdad e mirëpritën thanë po ven Imam Bukhariu. Filloi të zgjerohet të ndëgjohet emri Imam Bukhariut. Imam Bukhariu me trup ishte i dopt, as i gjatë e as i ulshëm. Për ata thanë kja Imam Bukhariu, e ullën për para. Dhe ja banën një trik Imam Bukhariut. Nga 10 hadithe do ja prezentojnë që do t'i përshqelin transmetues. Zinxhirët do t'i përzin. Tekstet e hadithit do t'i përzin, do t'a provojnë Imam Bukhariu në apidin. Dhe i pari për atinve ja prezenton Imam Bukhariu dhe thot, transmeton filoni nga filoni, ai filoni nga haloni, qetri transmeton nga filoni, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu. Çka po thuja Imam? Ta nuk e di. Hadithin e di. Ta transmeton filoni, nga filoni. Nga pejgamberi Allahut, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çka thua? Tha nuk e di. Filluan ata të cilët xhamati rëndom than, a ki kanë dietar? Ndërsa dietar po këshirën në mërzvet. A valla e kuptoj ki? A e kuptoj dredhin që ja kanë bo? 3 hadith, 4 hadith, 5 hadith, 10 hadith. Kalon të i ditë. 10 hadith, thot nuk e nështon të Imam Bukhariu për borës thonte, nuk e di. Nuk e di. Përfëndua 100 hadith. Tha kini ala, tha kjo. Tha ndëgjohë ti. Sa i përket hadithit par, që thave transmeton filoni, nga filoni, tha nuk kanë ashtu. Po transmeton, thot filoni, nga aloni, hadithja kështu. Hadithin e dit. Sa i përket që thave, transmeton filoni, nga filoni, tha nuk kanë ashtu. Po transmeton filoni, nga aloni, nga qetri, ka thonë pejgamberi Allah. 100 hadithe, atër e kuptojnë menqurin e Imam Bukhariut dhe zjuetsin. Për ata Ibn Hajar Asqalani thot, me i dit këto 100 hadithe me zinxhira sa shumë e çuditshme se i ka dit përmenç. Mirë po, që shimajtin në men 100 zinxhira në qatë moment duke i thonë si cëllit, që thave nga filoni, sa qashtu. Pra Imam Bukhariu ishte i cilin, nuk ka bon vakit do njerë me hapën librën e ti, me lexu njëherë e me pas nevoj për s'dyt. Për ata kër e kam pit Imam Bukhariun, prej kejt këtire o gjallarë që i këtë transmetu haditha, Imam men, tha as një sum hik, as një zinxhir, as një njeri, po çdo transmetues e di jetën e ti, ku ka lind, si ka jetu, çka ka vepru, ku e ka kërku diturin, ka një ka pas o gjallarë, si ka jetu, ku ka vdek, që ka përfëndu jetën e ti. Kja është Imam Bukhariu, imami dunjas, që tregojshin dhe thoshin se nuk kemi pa njeri më të ditur se Imam Bukhariu në kupën e qiellit. Pra Imam Bukhariu ishte njani që
thot Ibn Hajar Asqalani, me ju tregu vetëm dietar sa fjalë miradie kanë fol me ta, tha fletët ishin harxhu, ngjira kish mbaru dhe frimarjet tona ishin harxhu e nuk kishin përfundu lavdëratat që ja kanë bo Imam Bukhariut. Para ta Kutejbe ibn Said. Ne po transmetojmë për atinve të rangët të madhë, të djetarve të cilët flishin për ta, i cili thot, i kam taku fukahat, i kam taku asketat, i kam taku ibadetgjit, mirë po nuk kam pa njeri, më të mequr se Muhammed ibn Ismaili, dhe ajnë zamanin e ti, ka qenë sikur Omerin zamanin e sahabë. Kutejbe ibn Said, thot Imam Bukhariu në zamanin e ti, ka qenë sikur sikur Omer ibn Khattabi në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ja ashtu transmeton Amr ibn Ali el-Falasi, i cili thot, çdo hadith që nuk e din Muhammed ibn Ismaili, pra Imam Bukhariu, nuk është hadith. Çdo hadith që nuk e din Muhammed ibn Ismaili nuk është hadith. Thot Ibn Khuzejme, nuk kam pa në kupën e qiellit njeri më të ditur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se Imam Bukhariu. Abdullah ibn Said ibn Jafari, i cili thot, i kam dëgju të gjithë dietar e Basrës të cilët thoshin nuk ka në dunja njeri sikur Muhammed ibn Ismaili në dituri dhe devotshmëri. Kohën e tij ka thonë nuk ka njeri në dunja që ka ardhur më i ditur dhe më i devotshëm se sa Imam Bukhariu. Ndërsa Imam Bukhariu thonte, prej gjithëve që kam kërku dituri, vetën më të paditur, vetën më të vogël, e kam pa pran Ali ibn el-Medinit. Imam Bukhariu shë thonë, kam kërku prej shumë, kam transmetu hadithe shumë, vetën më të paditur, e kam pa pran Ali ibn Medinit, dhe kur i treguan hoxhës, pra Ali ibn Medinit, tani Imam Bukhariu për ti e po thot, se vetën më të ullët e shof kur ullë në pranati, pran ditorijës Ali ibn Medinit. Ali ibn Medinit thënë të lene Imam Bukhariun, se edhe Imam Bukhariu si kur veqe ati s'ka pa kur, hiq. Leje Imam Bukhariun që ka flet për mu. Ndërsa Imam Bukhariu si veqe ati, njeri si kur veqe ati nuk ka pa. Parat Imam Bukhariu, edhe pse ish, pra nga të dalluarit në ditori, ish në gjithashtu i dalluar dhe në ibadet. Imam Bukhariu ishte i dalluar në ibadet. Për këtë arsye thot, nuk e kam shënun një kapitu në sahihun tim pa marr gusël dhe pa i fal direqat namaz. Dhe nuk e kam shënun një hadith në sahihul Bukhari pa i fal direqat namaz, pa bojnë istikhara, a të shënoj, a mos të shënoj. Për çka këse, ju ka frikë Allahu të zogjel që mos t'i veshe diçka pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra Imam Bukhariu ka qenë as i devotshëm, i cili thot, prej ditës që e kam ditë dhe kam dëgju se gibeti është haram, s'kur mo gibet s'kam bo. Prej asaj ditë që kam dëgju se gibeti është haram, mo kur s'kam bo gibet, dhe shpresoj të takoha me Allahun pa e përgëju as një musliman. E i ka thonë, po libri jo të tarikhi, se i ka 3 tarikh, 3 libra në tarikh, Tarikhul Kebir, Tarikhul Awsat, o Tarikhul Saghir. Tha libri jo të tarikhi, historia kishtë boj me njerëzit, kushan Jusufi, kushan Aloni, kushan Filoni, a ju dashke me thonë, ja rënavec, ja i drejt, ja kështu, ja shtu. Ka thonë, po libri jo të tarikhi. Tha libri im tarikhi i përngjan hadithit pejgamberit Allahut, që pejgamberi Allahut
kur pat arë një burr i një fisit të dera, trokit në derë, thot pejgamberi Allahut, bi se ekhul ashirati hu, njeri ma i keq i në ki fisit ash ki. Qeri derën, bujrën, e nderoj. Hajza e pyet pejgamberin Allahut, të ja Rasulullah, para se me qel derën thave, s'ka burr ma të keq në fisin e ti, ndërsa, kur e erdhe, tha e nderove dhe respektove, tha unë tregova siç ash. Pra tregova për atë siç e konsiderojnë. Për atë Imam Bukhariu donë të me thonë, se unë librin e ti tarikh, thot nuk kam dhonë vendimet të mia, kam transmetu. Thojnë për këta kështu. Këto kanë thonë për këta kështu. Qertë kanë thonë për këtë kështu. Për çka? Për të arrujt hadithin e pejgamberit Allahut. Edhe pse me fol për to ishte ibadet, Imam Bukhariu përpiqte që mos me bon gibet. Para ta derisa ati që s'ja mirë të hadithin, që ka thonë të Imam Bukhariu, ma shumë që ka thonë të duhet pas kujdes ndaj ati. Do thonë të se thot Imam Bukhariu duhesh mu kujdes për ati, do në thonë rënavecësh. Duhet pas kujdes prej ati. U frikë të se po i hinë al-haq, kujt? Gënjështarit të rënavecit që rënte hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Para ata Imam Bukhariu ashtu ishte i dalluar në ibadet. Një ditë bedeve tregohet se duke i fal sunetet e drekës, apo pas drekës, vjen një gremze e kafshon 17 herë, nuk e prish namaz. Mos i djabe selam, thot këshir diçka që kam kafshoj në kom. Kur e pa, në kom ma ishte oj. Tha ja Imam, kejt kjo një ibadet, tha ishte duke lexu një sure, s'pa të dëshirë të ndërpres. Për ata kur vinë të Ramazani, Imam Bukhariu gjatë ditës çdo ditë një iftare bënd të ka një hatme. Ndërsa namaznate çdo 3 natë e bënd të një hatme në sifir. Imam Bukhariu me gjithë ibadetin dhe diturin ishte gjithashtu i strëvitur. Për atë do transmeton Warraki nxënësi i tij, i cili thot Imam Bukhariu bën të strëvitjen gjujqe çdo ditë. O pregadit të për gjihad në rrugën e Allahut, për ata tha aq ishte i preciz, sa herë që gjun të gjatë jetës e vetë e qëllon të përpos diher ka gabu. Ta jetën e vetë. Ishte në gjendje gatishmërie dhe strëvitje Imam Bukhariu. Pra Imam Bukhariu, imami dunjas, i cilin i shërbeu hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sa i kujdesshëm ishte, një ditë nxënësit e tij Ebu Ma'sharat e Dariri tha ma ban halal. Tha për çka të bëj halal? Tha se nga se një ditë kur transmetova një hadith, tha e pas që atë shumë që pëlqejti hadithi fillove me kryt kryen. Tha unë kur të pash duke e kryt kryen, tha u busqesha më qove me qesh, tha ma ban halal se u qesha me ty. Tha Allahut më shiroft, a për ketë po lip halalët? Imam Bukhariu nuk ish dëshirë që të takohet me Allahun azza wa jall dhe nxënësi i tij ta lipe një hak, pse është busqesh apo asqesh hoxha me një veprim të nxënësit të tij. Derisa Imam Bukhariu thonë të disa poezi për çështjen e ibadetit. Thot ightenim fil faraghi fadla rukuin, fa asa an yakuna mautuka bauta. Shfrytëzoje kohën e lirë me do një ruku dhe sejdë. Ndoshta thot vdekja të vjen pa e prit. Kem sahihin raitu min ghairi saqam. Sa njerëz të shtosh i kanë pa, të cilët s'kan qenë të semur, dhe ben nefsu sahia felte, kanë vdek pa e prit ata vdekjen e tyre. Pa transmeton gjithashtu Ali ibn Muhammed i Mensuri, i cili thot, e kam dëgju babën tim duke thonë, kemi qenë në mexhlisin e Ebu Abdullahit el Bukhariut. Dhe një krane i kishmet në mjekrën e ti. Tha njoni e eki dhe e qiti në xhami. Dhe Imam Bukhariu filloi transmeton hadithe
Tha duke shkrujt ato, tha e pash e shtini në gjep. Tha kur dul jashtë e edhi. Nuk deshti që ta vërejmë, tha pa e pash. Për shkak se thonë të si kur kujdesmi për mjekrën ton dhe fitirën ton, Imam Bukhariu deshti me na thonë që të kujdesmi për shtëpin e Allahut, pra të kujdesmi për xhamit. Transmeton Hoseini Muhammed e Samarkandi, i cili thot, 3 cilësi kam pa të Imam Bukhariu. E para, tha ka fol pak, ta e dita, kur s'ka lakmu në atë që njerëz e posedojnë. E treta, kur sa mor me njerëz, ba mor me dituri. Këto cilësi, tha i ka pas Imam Bukhariu. Ka qenë asket ndaj dunjos, derisa transmeton Muhammed ibn Abbas el-Farbari, nxënësi i tij, i cili thotë kam pas një kopsh me lumej, me frite, tha një ditë prej ditëve gostitëm Imam Bukhariun dhe me qefe prunëm hoxhën në këtë vend të bukur. Dhe bidhojmë çka po duket. Tha Imam Bukhariu, u bosqesh dhe tha, hadhil hayatu dunja. Tha kjo a dunjo, kaq në i kthej. Tha kjo a dunjo. Pra Imam Bukhariu ishte njani dalluar gjithashtu në bujari, i cili thot, mbi 500 dirhem i kam shpërnda në dit për të kërku dituri. Dhe Imam Bukhariu ishte asket, hante pak, mirë po talebët e hadithit i donte dhe i financonte. Derisa 25.000, një dhe për dirë 25.000 dirhem që ja padlon baba vet, i kishin disa borç, dhe nuk e ktheshin borxhin. Dhe propozuan disa që të bëjnë një ankes tek emiri ati zamonit. Dhe Imam Bukhariu thonte jo. Nuk e bani Imam Bukhariu se nuk ka dëshirë të shese ahiretin me dunjo. Tha nja imam, borxhin tanë parët e tua, me i morë çfarëshi që të ahiretit me dunjon. Tha nëse ja qojun e një letër këtinve, qeveritarve të ati zamonit. Tha ato kanë me malipe diçka mi dhonë, ato për Allah nuk e bojnë. Ato kanë me lip dhe një sened, dhe një ijazet, dhe një dëshmi të Imam Bukhariut se din hadith dhe pejgamberit Allahut, tha ma mirë po rrim që shdum. Sikur që shjemi, për shkak se nuk varfëromi nëse në shkon në dunjoja, mirë po varfëromi nëse në shkon në ahiret. Sa talebe i ka pas Imam Bukhariu, Imam Bukhariu i ka pasën më shumë se 90.000 talebe. Mbi 90.000 talebe, vetëm Sahihul Bukhariun që e kanë transmetu. Libra i ka shënu më shumë se sa 20 libra. Disa prej tyre janë të botuara, e disa nuk janë të botuara. Megjithatë, a do të thotë se Imam Bukhariu me këtë diturin është mirëprit dhe njerëzit që kanë ditë vlerën, në atë kohë normal se ka për të sprovu. Për atë dhe Imam Bukhariu sprovohet. Imam Bukhariu shkon në Nisabur në vitin 250. Nisabur gjithashtu në Khorasan, në vendit e Iranit të sot. Imam Bukhariu kur shkon a gjesi dietari madh, e mirëpresin, dietari asaj kohë të hadithit pejgamberit Allahut, që ka qenë në rangën e Imam Bukhariut, ka qenë Muhammed ibn Yahya el-Dhahaliu. Muhammed ibn Yahya el-Dhahaliu. Dhe kur ka ardhur Imam Bukhariu i ka porosit xhamatin ngoni nga Imam Bukhariu sa njeri mirë. Mirë po hasedi e ka bot vetë. Më njerëz kanë fillu të shkojnë dersët e Imam Bukhariut, derisa Muhammed ibn Yahya ju ka shpras me xhlis, ju ka shpras xhamia dhe ka fillu të gjelozon. Mirë po s'ka pas rastje të akmirët. Derisa një ditë për ditëve, ngritet një xhamatli dhe i pit Imam Bukhariun dhe thot, çka thua për Kurani Kerimin? A është i krijuar apo jo? Në zaman kjo ishte sprovë. Imam Bukhariu vazhdon ders. Aja pat insiston para nërë, ditë nërë, tratë nërë. Atëra Imam Bukhariu nuk e fshet diturin dhe thot, Kurani Kerimi, a fjallë Allahut nuk është e krijuar. Ndërsa veprat e bijve të Ademit janë të krijuara. Dhe pyetja për këtë është bidat. A dhe shfrytëzon që rastin, Muhammed ibn Yahya el-Dhahaliu dhe fillon fetfat të zbritet të rrepta ndaj Imam Bukhariut. Dhe pretendojnë se Imam Bukhariu ka thonë se Kurani është i kriju. Jep fetfa Muhammed ibn Yahya el-Dhahaliu dhe thot, kush thot se Kurani Kerimi është i krijuar, aja qafir
ka dalë prej dinit të Allahut azza wa jall. Për këtë arsye, thot ai prej atij kërkohet që të bëhet tauba, prej atij ndahet gruaja. Pasuria e atij i ngel muslimanëve, nuk varroset nëse vdes varrezat e muslimanëve. E ndërsa ai i cili thot, nuk e di se Kurani është i krijuar apo jo, thot afrua për kufrit. Kush pretendon se shqiptimi i Kurani Kerimit është i krijuar, thot është bidatxhi. E ai që shkon te Imam Buhariu, me xhlisin e tij, aja bidatxhi si ai. Për shkak se në medhhebin e tij. Pra Imam Buhariu burohet të ran, derisa Imam Buhariun e braktisin të gjithë talebët. Nuk ngelin në veç di xhamatli di talebe. Muslim ibn Hajjaj, pra Imam Muslimi ishte në talebe, edhe Ahmed ibn Salama. Idhnohet Imam Muslimi me Muhammed ibn Yahya Dhahliun për këtë veprim, edhe pse Imam Muslimi ishte edhe talebe Muhammed ibn Yahya Dhahliun. E merr krejt librat regjistrat që i ka shkruajt pe Muhammed ibn Yahya në thes, edhe ja çon prejn Muhammed ibn Yahya dhot bujrën, s'kam nevojë transmetim pi ty për derisa ma ofendon hoxhën tem Imam Buhariun. Sprovohet Imam Buhariu. E shef se nuk ka pranim. Njerëz distancohen, nuk i flet askush, nuk jep selam, e shlon i saburin. Kthehet Imam Buhariu në vendlindje në Bukhara. E mirë presin ditët e para, që mos kalojnë vetëm disa ditë, e Imam Buhariu prapt fillon sprova qetër. Emirja asaj kohe ishte Khalid ibn Ahmed Dhahliu. Dhe kur ndëgjoi çfarëdhjen e Imam Buhariut, filloi dersat e Imam Buhariu, filluan talebët të shtohen, e dërgon një letër te Imam Buhariu dhe thot, emiri i Bukharës të thëret në pallatin e tij që ta mirësh Kitabu Tarikh, librin Tarikh, dhe Kitabu Sahih Buhari al-Jami, thot edhe që spjegojsh fëmijëve të tij apo atij. Dhe Imam Buhariu, kur i vjen letra, thot s'ka mundësi Imam Buhariu ta barte diturin pallatat e qeveritarëve, për shkak se Imam Buhariu se ka këtë guxim ta nënçmon diturin. Na diturin tha nuk e çojmë, po tek dituria vinjët. Nëse ke nevojë për diçka bujrën, ta me xhlisi është i hapur, ndërsa ne s'kena mundësi diturin ta bim te ti, nga se ne nuk e dërgojmë tha diturin dirë të njerëzve, për shkak se në këtë forme nënçmojnë diturin, mi po dituria duhet fitohet në manirën e dur. Atëherë dërgon letra dhe thot në rregull, thot vetëm atë ditë ku të vinë vëllezërit e mi, apo ku të vim ne, mos me pas as i talebe për vetë se neve. Thot Imam Buhariu s'ka mundësi. Dhe këtë me bon, për shkak se nënçmohet dituria dhe bëhet dallimin dituri mes gjemve të qeveritarëve dhe qeveritarëve. Mirë po, thot Imam Buhariu, ti je prijes, ti je pushtetar, thot unë jam një njeri thjesht. Pa ata thot, nëse ti nuk e shef të arsishme me ardhë me këtë njerëzit, dhe nuk të pëlqen kjo formë, thot unë ta mësoj një tjetër formë. Çfarë formë? Tha ti e qeveritar pushtetar, thot më ndalo me xhlisë ders. Ma ndaloj Imam Buhariu ndaloje që të moje ders. Ti të kam parësie para Allahut kur dal, dhe i tham, Allahu më pyetja Imam, pse s'tregove hadithe e pejgamberit Allah? Pse s'ja spjegove njerëzve dinin? E unë i tham, pyet e këdam pse më ka ndalu. Se s'ka mundësi mos jem prej atinve që më shefi diturin. Se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që e fshen diturin, pyetët për diçka që e din dhe nuk e tregon, thot frenoset me fren të xhenemit. Dhe Khalid ibn Ahmed edhe Eliu e merr këtë guxim. Jo vetëm ata që ta ndalon dhe ta dëbon, po gjithë ata të cilët janë mendimin e atij. E nga e dishi se mendimin e atij? Moni vendim çdo kujt që i ngren durt namaz dhe i kametin e ban tek me i dëbu prej vendit. Dhe dëbon dhe Imam Buhariun rahimahullah. Dhe Imam Buhariu e shlon në vendlinjën e tij dhe shkon se Samarkand, që në shatin e dajallarëve të tij, me një fshat Haran tek
dhe në këtë fshat në vitin 256 në Ramazan e ndëgjojnë duke bo doa Imam Bukhariun duke i thonë o Zot i madh mu kanë ngushtu rrugët e dunjas, më merë o Zot të këti. Thot s'ka shku një muj natën e Bajramit në vitin 256 dita e shtunë ishte vdes Imam Bukhariu dhe vorroset në këtë fshat i dëbuar, i braktisur. Imam Bukhariu ndahet prej kësaj dunjoj në moshën 62 vjet. I pat bot 62 vjet pa 13 dit. Dhe vorroset me gjitha ta. Vorroset Imam Bukhariu, mirë po dituria e ti ngel pas ati. Për shkak se Imam Bukhariu patlon pasuri dhe izmet hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Imam Bukhariu një prej veprave më madhështore që thot Ibn Salah dhe Imam Gjergjani, libri ma i sak pas libri të Allahut është Sahihul Bukhariu, libre mrekullosh me hadithet të vërtet, që thot Imam Nevaviu i pari liber që është shkruajtur në vetëm me hadithet të vërteta është Sahihul Bukhari, pastaj Sahihul Muslim. Sahihul Bukhari që 16 vite vepër punë, lodhje dhe raskapiqe, që e ka zgjedh mesin e 600.000 hadithë, që këtë Sahihul Bukhari që sot e kene edhe në gjuhën tonë, që e ka zgjedh Imam Bukhariu rëndiqen mrekulli, zgjedhjen mrekulli, Imam Bukhariu derisa kapitujt të cilët i ka titullu mrekulli. Ka shkujt libra vetëm për kapitujt e Imam Bukhariut, që ka fillu me hadith apo kitab Bedel Wahy, libri kapitulli i fillimit shpalljes, që do të thot, ojo njerëz, nëse ju doni me mësu dinin se në gjeni tek filozofët, nëse ju doni me ditë dini Allahut nuk mësohet me filozofi, dini Allahut mësohet me kala Allah, kala Rasulullah, ka thonë Allahu dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra dini Allahut mësohet me shpallje. Pastaj kitabul iman. Pastaj nëse doni me pas vepra, me pas efekt, nuk tjenë të pranuara, namaz, pasërtia, zeqati, agjerimi, gjihadi, qertë, do e mos, do e në të kaloni në përves imanit. Kjo është ajo e cila ta ban veprën të pranuar të Allahu dhe përfundon librin ati me kitabu të uhid, që do thot kapitulli të uhidit, besimit, krejt këto nuk bojnë pun nëse ti nuk e përfundon jetën tonë me të uhid. Imam Bukhariu mrekullin rënditjen e kapitull, janë shkujtën libra vetëm për kapitujt të cilët i ka shënu Imam Bukhariu. Tire ka qenë shkaqe. Për shënimin e Sahihul Bukhariut, Ibn Hajar Asqalani i bet 3 shkaqe. Kush e bon Imam Bukhariu të shënon? E para për atinve, se në atë kohë, kur shkruan të hadithet e pejgamberit Allahut, o përmledhshin dhe fetfat e sahabëve dhe të binve. Ta meni liber, u shënon dhe ka thonë pejgamberi Allahut, ka thonë Ebu Hurajra, ka thonë Abdullah Mesudi, ka thonë Ibrahim Nakhaiu, ka thonë Said ibn Juberi, ka thonë, pra u mbledhshin me një vend. Deshti Imam Bukhariu që hadithi pejgamberit Allahut qeti dalluar, mos qeti përzim me fetfat e sahabëve dhe qërë. Kja është shkaku po. Shkaku i dit, që thot Ibn Hajar Asqalani, thot Imam Bukhariu, kemi qenë me gjlisin e prisit të muslimanve në hadith, Ishaq ibn Rahoja, apo Rahovej, hoxha Imam Bukhariut. Dhe e ai propozoi dhe tha më kon të kishte dalë një çun i ri, i cili e shënon një libër, i përmbledh vetëm hadithet e saktat pejgamberit Allahut. Tha kjo më ron zemër. Dhe fillova vendosa që unë ta baj këtë. Edhe Allahu azza wa jalla ja mundson të realizoj. Shkaku i tretë, do të kam pa një ëndër, e kam pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tha pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e kam pa, i cili ishte ulur, ndërsa unë tha isha pranë atij dhe në dorë kisha një fladice që e fladic në pejgamberin Allahut dhe ja dëbojsha mizët apo insektet nga pejgamberi Allahut.
ta kur ngrita i pyeta disa dietar që din mi komentua ondat, më thanë se ti ke me qenë prej atinve që gënjeshtrat i dëbon, i largon nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Para ata tha, fillova të shënoj këtë libër. Imam Bukhariu, Sahih Bukhariu, në ta i ka përmbledhen më shumë se 2700 hadith. Mirë po hadithet i ka nda në tematika ndryshme. Hadithi i gatë, ka mor një pjesë të hadithit, e ka numën e vend. Mirë po mrekullia me ati, se nëse në këtë dhe vend e ka transmetu një hadith, që transmeton e Buhariu, që të rinven një njëjti hadith, i cili transmetohet nga Enes ibn Malik, që të rinven e ka pru nga Enes ibn Malik. Këto me zengjir qëtër, a gje me zengjir qëtër. Në qëtërin vend me zengjir qëtër, nëse ka pas sahabi qëtër, nëse ka qenë njëti sahabi e ka fshin zengjir, pra kjo është shkencë në vetë. Që dietarët e hadithit kanë me të hotuar, qëfar preciziteti, qëfar mjeshtrije, Imam Bukhariu në rënditjet e Sahihul Bukhariut, që gjithashtu ja ka shoqëru disa jete dhe fjalë të sahabëve për të tregu për forcimin e atij kapitullit që e ka titullu rënditja mrekulli, prasaj rënditja hadithit, pse këtë hadith para këtij, mrekulli, zinxhirët, mrekulli, zgjedhje e hatashme, që thot Imam Bukhariu kur e ka tregu njënin e hadith, kështu ka thonën e për një dishim prej filonit i kam lënë 10.000 hadithe që i di për menç, ti po më tregon kësi hadith. Pra hadithet i jo vetëm cakt, po hadithet më të sakt i ka pru në librin e ti. Për këtë arsye dietar kanë thonë se libri më i sakt pas librit të Allahut është Sahihul Bukhariu në mënyrë të përgjithshme. Nuk do të thot se çdo hadith që është në tash më i sakt, po do të thot në mënyrë të përgjithshme. Gjithë hadithet që ka Sahih Bukhariu i kanë pranu ummeti, pra Imam Bukhariu vdes dhe len pas ati shumë shkrime, mirë po shkrimi më i pranuar, shkrimi i cili ne ka afru hadithet e pejgamberit të Allahut, shumicën e hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Sahihul Bukhariu. Dhe transmeton Imam et-Tawawisi, i cili thot e pash një natë në ëndër pejgamberin Allahut dhe shokët e pejgamberit Allahut, e pejgamberi Allahut rrinte në kom, edhe pyeta i thash, ja Rasulullah, çka po pret? Tha po e pres Muhammed ibn Ismailin. Ta ngritën mëngjes, thash kishte haber, shkun disa ditë na lajmëruan se ka vdekë Imam Bukhariu, tha pastaj tha e ktheva lendën e mas dhe kontrollova cila natë ke ajo. Ma tregu, atëre më kujtu se ishte natë e Bajramit, pastaj e kuptova se atë natë kishte ndru jetë Muhammed ibn Ismail, Imam Bukhariu, i cili i ka lodh dietarët pas atij. Për shkak se me vdekjen e tij kanë konsideru dietarët humbja e diturisë, megjithatë Imam Bukhariu e ka shfrytzuar jetën e tij dhe Allahu i ka dhënë bereqet, ku na i ka lënë një sahih, një libër më të sakt pas librit të Allahut, që na e ka afruar hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që flasin për ditët, veprimet, sjelljet dhe sunetet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse i thot Imam Bukhariu, jam përpiq që ta shkurtoj sa ka mundësi. 7.000 diçka hadithe ne i ka pru në ta, e cili ka shkurtu dhe i ka zgjedh hadithet më të sakta tek ai e sotne e kena në dorën tonë, ne pritojmë që të lexojmë, kurse Imam Bukhariu 16 vite radhazi veproi dhe punoi në grumbullimin e pastaj erdh Ibn Hajar Asqalani dhe shumë dietar, mi po Ibn Hajar Asqalani është i veçantë për shkak se mrena 25 vite e komentoi Sahihul Bukhariun. 3 vite para thënjën, ja shkrujti Imam Bukhariut. 3 vite radhazi e shkrujti para thënjën e spjegimit të Imam të Sahihul Bukhariut. Mrena 25 viteve na i komentoi hadithet e pejgamberit Allahut, për ata thojnë dietarët, kush e lexon Fathul Bari kanë kalu në dorën e tij së paku 80%
hadithet e pejgamberit Allahut që i ka përmend dhe i ka vepruar gjatë jetës së tij. Kjo është ajo që ne kanë lënë për ton, për atë të vërtetën e tha Imam Kurtubiu, nëse krenohet dikush me diçka, krenonu o ju njerëz editoris apo kërkuesit e editoris me lapsin që Allahu është betuar në pendën tuaj. Allahu Azza wa Jalla është betuar me mojen e lapsit të dietarëve. Ka thënë Allahu: "Nun wal qalami wama yasturun." Nun pasha atë që lapsat e tyre shënojnë. Lapsat e kujt? Lapsat e dietarëve. Lapsat e Imam Buhariut që natën u zgjonte më shumë se 16 herë. Ju kujtoj keni hadith apo një zinxhir hadithit apo njeri e shënon të biki me fletë. Apo atë u çoki. Ma shumë se 16 herë. Kështu e kaloi jetën Imam Buhariu në shërbim të hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun azza wa jall që Allahu të na takon xhenetin e tij. Elusim Allahun azza wa jall që Allahu të na mundson që të lexojmë se paku këto hadithe që ne i përmbledhi, të veprojmë me to, që takomu me pejgamberin Allahut, me të dashurit e Allahut, me izmiqarët e hadithit pejgamberit Allahut në ditën e gjykimit. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu 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 Allah Allahu Allah